Ka diçka magjike te emrat. Një emër nuk është vetëm një fjalë. Është histori, kujtim, rrënjë, identitet. Dhe ndërsa koha ecën, disa emra shkëlqejnë edhe më shumë. Të tjerë harrohen, humbasin në mjegullin e viteve, derisa një ditë dikush pyet: a e mban mend njëri këtë emër? Sot do flasim për emrat shqiptar që po zhduken, për ato perla të vjetra që dikur i mbushtin oborret shqiptare me tinguj të fuqishëm, por sot rralli dëgjon në maternitetet moderne. Ky është një udhëtim emocional mes kulturës, traditës dhe ndryshimit të brezave. Pse po zhduken emrat e vjetër shqiptar? Nga ndikimi i globalizmit. Nënat dhe baballarat e rinj sot kanë qasje në mira emra ndërkombëtar, nga filmat e rrjetet sociale. Një emër si Noa, Amelia apo Liam mund të duket modern dhe ndërkombëtar, dhe për shumë prindër kjo është më tërheqëse. Por kjo ndikon drejt për drejt që emrat si Zanafil, Mënyrë, Shpend, Bardh, Tush të mos zgjidhen më. Së dyti, ndryshimi i modeleve estetike. Një emër që dikur konsiderohej i bukur apo fesnik, sot mund të duket shumë i vjetër. Emra që gjyshrit tani mbanin me krenari, brezi i ri i shesit të vjetëruar. Së treti, ndikimi i migrimit. Shumë shqiptar sot jetojnë jashtë. Prindrit zgjedhin emra që shqiptohen lehtë ndërkombëtarisht, duke lënë trashëgimin e vjetër në plan të dytë. Së katërti, shkëputja nga tradita. Brezi i ri nuk ka më të njëjtën lidhje me legjendat, mitologjinë dhe folklorin shqiptar. E bashkë me to, po humbin edhe emrat që lidhen me historinë tonë. 20 emra shqiptar që po zhduken, dhe pse janë kaq të veçantë. Më poshtë do listojmë disa nga emrat që sot dëgjohen rrallë, por që mbajnë brenda një botë të tërë simbolikash dhe kuptimesh. Emri i parë, Shpresa. Një nga emrat më të bukur dhe më njerëzor. Shpresa mbart brenda optimizëm, forcë dhe qëndresë. Sot është zvendësuar nga emra më modern, por dikur ishte simbolike një populli që shpresonte për ditë më të mira. Emri i dytë, Pranvera. Një nga emrat më poetik për vajza, që simbolizon rilindje dhe bukuri. Sot zëvendësohet gjithnjë më shumë me emra ndërkombëtar. Bardho. Një emër i pastër, i bardhë si bora e maleve. Bardho do të thotë dritë, pastërti, fillim i mirë. Sot dëgjohet shumë rrallë, por dikur ishte i dashur në veri të vendit. Mënyrë. Me origjinë nga gjuha shqipe dhe e përhapur dikur në jug, sot pothuajse nuk dëgjohet. Ka kuptim i veçantë, i rrallë, i shuar. Tush, një emër i shkurtër, i fortë, albanologjik, i përket brezave të parë të Shqipërisë së fillimit të shekullit 20. Shpend, një emër i lashtë shqiptar që përfaqëson lirinë. Dikur përdorej shpesh, sot është pothuajse zhdukur. Lumni, do të thotë gëzim i madh, lumturi. Ka një tingull të lehtë e fisnik. Sot konsiderohet shumë i vjetër dhe rrallë herë prindrit e marrin parasysh. Bardhyl, emri një mbreti i lirë, plot histori dhe madhështi. Donse ka një rëndësi të madhe kulturore, përdoret shumë pak. Zana, edhe pse ende njihet, përdorimi i saj ka rënë në mënyrë drastike. Zana është një figurë e mitologjisë shqiptare, hynesh malore, mbrojtëse dhe e fuqishme. Fortesë, një emër vajze që flet vetë. Forcë, qëndresë, karakter. Sot është pothuajse i padëgjuar, por te i kalon shumë emra modern në simbolik. Shkëlqim, një emër i lavdishëm, simbol i suksesit dhe shkëlqimit personal. Sot zvendësohet me emra të shkurtër e më modern. Trim, një nga emrat më të fuqishëm shqiptar. Dikur ishte krenari ta mbaje. Sot përdoret pak nga Afrika si tingëllon shumë i fortë. Florentina, Florentin. Emra elegant, të butë, por që po zvendësohen nga versione italian më modern. Gjilda, një emër që u përket viteve 70-90, por sot pothuajse nuk dëgjohet më. Ardian, edhe pse shumë të përhapur dikur, sot ka rënë nga moda. Ka kuptimin shkëlqim, dritë. Murat, emër me histori të gjatë në Shqipëri, i përdorur shumë në zonat rurale. Tashmë është shumë i rrallë. Kupro, emër i vjetër në zonat e jugut me origjinë arkaike. Gjergj, emri i heroi ton kombëtar. Dikur
mendoj i rëndësishëm. Sot, prindrit e shohin si shumë tradicional. Mërgim, një emër që dikur simbolizonte fatin dhe largimin. Sot, përdoret shumë rrallë për shkak të ngarkesës emocionale që mbart. Agim vazhdon të përdoret më shumë. Agime, për vajza, është drejtçdukes. Është një nga emrat më të bukur shqiptar që simbolizon fillimin, lindjen dhe dritën. Por, a duhet I rikthejmë emrat e vjetër shqiptar? Përgjigjja varet nga këndvështrimi. Por shumë ekspertë të kulturës dhe gjuhësisë thonë po. Por pse? Janë pjesë e identitetit ton kulturor. Si quaj monumentet, këngët, veshjet tradicionale, edhe emrat janë pjesë e trashëgimisë. Kanë kuptime të thella. Shumë emra modern kanë zero kuptim, ndërsa emrat shqiptar si shpresa, bardhyl, zana, agim, fortes, flasin vetë. Janë unik. Në një botë ku të gjithë quhen njësoj, një emër I veçantë shqiptar është një dhuratë. Kthimi I traditës është trend botëror. Në shumë vende të Evropës janë rikthyer emra të vjetër. Madje janë bërë shumë popullor. Shqipëria mund ta përqafojë këtë trend në mënyrë të natyrshme, duke rimarrë perlat e humbura të gjuhës sonë. Nja 10 emra të bukur shqiptar që ja vlen të rikthehen. Arbëresha, simboli I krenarisë kombëtare. Liridon, dashuria për lirinë. Bleta, punë, harmoni, bekati. Dardan, identiteti lashtë. Rezarta, dritë, shkëlqim. Ilir, një ndër më përfaqësuesit tanë. Shqipe, identiteti pastër. Tringa, figurë e rëndësishme historike. Fisnik, karakter, moral, vlerë. Dhe emri I fundit, Valon, energji, lëvizje. Si të zgjedhësh një emër që nuk zhduket me kohën? Ja disa këshilla për prindrit. Zgjidh një emër me kuptim. Emri që mbart histori, qëndron më gjatë. Mendo si do ta shqiptojnë të huajt. Shumë emra shqiptar shqiptohen bukur edhe jashtë vendit. 3. Ki parasysh rrënjët familjare. Emri I gjyshit ose gjyshes mund të jetë rikthimi I një tradite. 4. Mos u frikso nga I vjetri. Sot, çdo gjë retro bëhet trend. Pse ka rëndësi të mos lëmë të zhduken? Sepse emrat janë një pasuri që nuk e ndërton dot më nëse e humb. Një emër është një kujtim I popullit, një fragment, një fije historie. Dhe kur zhduket një emër, zhduket një pjesë e rrënjeve tona. Në këtë video zbuluam historinë, kulturën dhe historinë e emrave tradicional shqiptar, duke si as shembuj, analiza dhe sugjerime për prindrit që kërkojnë një emër me vlerë, identitet dhe traditë. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe. Faleminderit që na ndiqni.